Filmi i shumë pritur me Kiara Titon dhe Luiz Ellin titullohet Loja e fundit, pritet të dalë në muajin shkurt. Ky film vijon të ngjall kuriozitet të madh tek publiku, ndërsa dal nga dal po zbulohen dhe disa detaje interesante rreth historisë. Është zbuluar tani më se personazhet që interpretojnë dy protagonistët kryesorë në film quhen Louise Belli dhe Chiara Pipo, një detaj që ka tërhequr menjëherë vëmendjen për shkak të ngjashmërive të dukshme me emrat dhe identitetin publik të tyre. Megjithatë, theksohet se filmi nuk rrëfen historinë reale të Kiarës dhe Luizit, por bëhet fjalë për një histori fiktive e ndërtuar mbi personazhe të imagjinuar. Ajo që e bën filmin të ndihet kaq autentik është ngjashmëria emocionale dhe kimia mes dy protagonistëve, element që japin rrëfimit një ndjesi shumë personale dhe reale për publikun. Përveç dy roleve kryesore në kastin e aktorëve të zbuluar deri më tani bën pjesë edhe Akil Varfi, Eglein Lakrori, Besnik Çinari, Drande Xhaj dhe Xhani Ciko, duke premtuar një ansambël të pasur interpretimesh. Filmi vjen nga producentja dhe skenaristja Claudio Brahimaj, me regji të Bjordi Mezini, e njëjta dyshe krijuese që shumë më herët ka sjellë për publikun prodhime shumë të dashura. Filmi është një nga projektet më të komentuara të fundvitit, ndërsa publiku pret me interes zbulime të tjera për historinë dhe personazhet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.